Realisht në emrin e sistemit kemi qenë vetë kritik sa i përket arsyetimit vendimeve. Kemi trajtuar këtë çështje në vazhdimsi dhe në kolegjiumet që kemi pas brenda gjykatave. Kemi trajtu këtë edhe gjatë vizitave që kemi pas nëpër gjykata, edhe gjatë punëtorive që i kemi mbajt edhe me gjykatën e apelit edhe me gjykatat themelore. Ne do të vazhdojmë që këtë çështje ta ngrisim edhe ta diskutojmë me secilin prej gjyqtarëve, përveç me vendimarrjen e Gjykatës Supreme, po mundohet vazhdimisht që këtë çështje ta trajtoj në çdo rast kur e kemi mundësinë me bashkëbisedu dhe me diskutu me gjyqtarët, qoftë apelit, qoftë gjykata themelore. Kryetar, cilat janë 3 problemet kryesore, strukturore, me të cilat përballet Gjykata Supreme sot? Po, nuk muj me thonë që realisht kemi probleme strukturore në Gjykatë Supreme. Në Gjykatë Supreme ndoshta kemi pas mungesë stafit, në kuptimin e angazhimit stafit mbështetës, veçanërisht bashkëpunëtorë profesional. Tash veç është një konkurs i hapur që besoj që ka mu plotësu shpejt ato vende. Dihet që me ligjin mbi gjykatat është paraporë që secili gjyqtar ta ketë të paktën një bashkëpunëtor profesional. Mungesë buxhetit, kjo dispozitë ligjore nuk ka gjetë asnjëherë zbatim. Do të thotë edhe në Gjykatë Supreme, po në asnjërin nga gjykatat brenda vendit kjo dispozitë ende nuk ka gjetë zbatim plot. Unë po besoj që në një të ardhme të afërt do të mund ta plotësojmë kushtin e kësaj dispozite dhe secili prej gjyqtarëve të ketë paktën një bashkëpunëtor profesional. Po kjo do të ishte një ndihmë e madhe, jashtëzakonisht e madhe për gjyqtarët. Ne po ashtu po mundohemi që puna e Gjykatës Supreme përveç aspektit vendimarrjes të bëhet edhe përmes publikimit, përmes monitorimit, edhe përmes qasjes sa më të madhe brenda sistemit, në mënyrë që bëhet unifikimi i praktikës. Për këtë qëllim, veç është konkursi i hapur për 3 zyrtarë që do të themelojmë zyrën për monitorim edhe publikime, zyre që po besoj që ka me pas një input mjaft madh brenda Gjykatës Supreme në qëllimin e saj në unifikimin e praktikës gjyqësore, qoftë brenda sistemit, po edhe në raport me praktikat e Gjykatës Evropiane e Drejtave Lirimit të Njerëzit.